Mirëmëngjesit të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Senati i Shtetit të New Yorkut ka miratuar një rezolutë zyrtare që nderon Kosovën dhe përkujton 18 vjetoren e shpalljes së pavarësisë së saj. Rol të veçantë në këtë iniciativë ka senatorja Jessica Scarella Spanton, e cila është shprehur e lumtur që mund të mirëpres përfaqësues të komunitetit kosovar në Capitol. Ajo theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të kulturës dhe traditave kosovare në New York. Rezoluta vlerëson arritjet historike të Kosovës, lidhjet e forta dypalëshe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe rolin e komunitetit kosovar në jetën sociale dhe kulturore të shtetit të New Yorkut. Ankesa e ish-presidentit Hashim Thaçi për shkelje të drejtave të njeriut është refuzuar nga dhomat e kushtetueses në gjykatën speciale në Hag. Kushtetuesja ka hedhur poshtë pretendimet për shkelje të së drejtës për respektimin e jetës private dhe familjare, po ashtu edhe pretendimet e tjera të mbrojtjes. Pavarësisht këtij vendimit të kushtetuesës, avokatë licencuar nga dhomat e specializuara thonë se ka pasur shkelje të drejtave të krerëve të UÇK-s. Zbulueshmëria e veprave penale në rajonin e Prizrenit ka shënuar rritje për 4,2% krahasuar me vitin e kaluar. Organet e rendit, ato të hetuesisë dhe gjyqësisë, pos fokusit në luftimin e korrupsionit dhe narkotikëve, sfidë në vete për këtë vit e kanë çështjen e fajdeve. Madje kryeprokurori rajonal zotohet se do ta ngrisë Prizrenin në krye të komunave për pastërti në këtë aspekt. Petrit Kryeziu, kryeprokuror i prokurorisë themelore në Prizren, deklaroi se në këtë rajon grushti më i fortë i është dhënë fajdegjinjve. Megjithatë, ai u zotua se për pak vite do të vinë në stadin ku në qytetin e bukur të Prizrenit nuk do të ketë më raportim për fajde. Një person ka humbur jetën pasi ka rënë nga një objekt në rrugën Ferizaj Prishtinë teksa po punonte. Sipas policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur dje rreth orës 15, ku viktima i moshës 43 vjeçare nuk ka arritur të përballojë plagët dhe ka ndruar jetë. Vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje. Zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka thënë se policia i ka nisur hetimet në koordinim me prokurorinë dhe inspektoratin e punës lidhur me këtë rast. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se Shtetet e Bashkuara synojnë t'i japin fond luftës Rusi-Ukrainë deri në muajin qershor, ndërkohë sulmet ruse ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës po vazhdojnë duke shkaktuar ndërprerje masive të energjisë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që lufta mes Ukrainës dhe Rusisë të përfundojë deri në muajin qershor, duke shtuar se të dyja palët janë ftuar në SBA për bisedime javën e ardhshme. Për herë të parë, Amerika ka propozuar që dy ekipet negociuese, Ukraina dhe Rusia, të takohen në Shtetet e Bashkuara me shumë gjas në Miami. Ne e kemi konfirmuar pjesëmarrjen tonë, ka thënë Zelensky. Deklaratat e Zelenskit u bën pas raundit të dytë të bisedimeve të paqes të ndërmjetësuara nga SBA në Abu Dhabi, të cilat përfunduan të premten pa shenja përparimi. Ai tha se çështjet e vështira mbeten të vështira, veçanërisht presioni ndaj Ukrainës për lëshime territoriale. Zelensky konfirmoi gjithashtu se për herë të parë është diskutuar mundësia e një takimi trepalësh mes liderëve e jo vetëm përfaqësuesve, por theksoi se për këtë nevojiten përgatitje të mëtejshme. Ndërkohë, Rusia ka vazhduar sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës duke shkaktuar ndërprerje të gjera të energjisë elektrike. Ministri i Ukrainës i Energjisë, Denis Shmihal, ka njoftuar se janë goditur nën stacione linja të tensionit të lartë dhe centrale energjetike, duke rritur ndjeshëm deficitin e energjisë. Operatori energjetik DTEK tha se ky ishte sulmi i 10 masiv ndaj centraleve të tij që nga tetori i vitit 2025, ndërsa që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt 2022, objektet e tij janë sulmuar mbi 220 herë.
Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takojmë sërish në orën 9. Bashkë mirupafshim.